Tani më një vit, qytetarët kanë një derë të hapur se ku të rrëfehen për problemet e tyre. Vetëdijsimi i qytetarëve ka bërë që të ngritin zërin ndaj fenomeneve negative. Ngritja e besueshmërisë u bë në raportimin e drejtë të ngjarjeve në mënyrë të pavarur dhe të paanshme, duke pasur në rënd të parë qytetarin. Shumë mirë. Falenderojmë se kujdeset e për qytetarët edhe për emisionet edhe për krejt. Jena të kënaqur shumë prej televizionit. Edhe ne vazhdojnë kështu me punën e vetë. Sa të mujnë ne vazhdojnë adi. Vestite mi se do paga. Lajmet më pëlqejnë më së shumti edhe pse nuk shikoje shumë televizion, por emisionet tuaja që i kam ndjekur deri më tani janë në rregull, vetëm vazhdoni kështu me lajme të vërteta. Por si realizohet e gjithë puna kreative e televizionit nga ideja deri tek produkti final. Edin Rastoder, njëri nga redaktorët, na tregon se si punohet në këtë redaksi. Imame briefing, se dogovarame. Në mbledhjen e mëngjesit ne diskutojmë me gazetarët se cilat tema do t'i trajtojmë, duke i planifikuar se si do të bëhen lajmet ditore. Mblidhen informacionet nga tereni e pastaj përpunojmë për edicionet informative të lajmeve qendrore. Lajmi nga ekipet tona ndiqet në çdo skaj të vendit, thot Aslan Vishko, derisa xhironte seancën e sotshme parlamentare, thot se puna në terren nuk është gjithmonë në tepi, por xhirohet në borë e shi, në mal e në miniera. Mund të them se mburem me kolegët e mi, me të cilët arsyetuam besueshmërinë e investitorit tanë të televizionit 21. Me profesionalizëm të lartë, me kualitet, ne mundemi të mburemi me punën tonë. Pamjet e xhiruara nga terreni dhe përgatitja e lajmit nga redaksia përpunohen nga operatorët teknik. Këtu në montazh është sektori më i rëndësishëm, me thënë, për një televizion. Personat që punojnë në këtë pjesë kanë aq shumë përvojë, shpejtësi dhe punën kualitative që e bojnë. Regjia është filtri i fundit që transmeton të gjithë skemën programore, të përgatitur nga një ushtri e tërë profesionale deri tek opinioni publik. Adi ky vit shkoi si një ditë, dinamika e punës në regji është kogja e madhe. Regjia është filtri i fundit i televizionit. Kjo është një punë e madhe, një vullnet i madh. Këtu kemi një ekip mrekullueshëm. Dinamika në televizionit se një është shumë e madhe për shkak se shumica e programacionit është live dhe kjo është një ndër arsyet që e veçon televizionin si nga televizionet e tjera. Kjo është puna e palodhshme e stafit realizues, e cila është sublimuar për një vit rresht me profesionalizëm në një shtëpi mediatike siç është Televizioni 21.